Përshëndetje të gjithëve, ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem të ftuar doktorin Spiro Damo, shefi i shërbimit të neonatologjisë pranë Spitalit Mbretëresha Geraldin. Doktor, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Përshëndetje, ju falenderoj ju për ftesën dhe më lejon të shpreh që pas ka emocione kjo punë. Edhe pse jemi miq, jemi shok, pas ka emocion. Doktor, ky është një podcast ku në thelb ne duam promovojmë ata mjek të cilët bëjnë një punë të palodhur, duam t'ju themi qytetarëve që është një anë që ndoshta jo gjithmonë njihet prej tyre e një punë shumë të madhe që bëhet nga bluzat e bardha, dhe ju keni sot një shërbim shumë të rëndësishëm, një shërbim që pak flitet për të dhe unë kam dëshirë që të diskutojmë raste, kam dëshirë që ta njohim më shumë dhe ju të na rrëfeni diçka nga karriera juaj profesionale. Doktor, do doja të dija diçka më tepër rreth rrugtimit tuaj profesional. Pse keni zgjedhur të jeni në këtë specialitet? Si keni arritur që të filloni pra fillimisht mjekësinë dhe pastaj më vonë edhe pediatrinë dhe neonatologjinë? Në kohën kur unë mbarova studimet dhe fillonin specializimet, nuk ka qenë konkursi. Jemi brezi i fundit që kemi ardhur pa konkurs. Unë kam punuar 3 vjet në rrethin e Përmetit, si mjek periferie, mjek fshati. Kam qenë në Frash të Përmetit, kam patur një spital zonal atje, që më kanë ndihmuar shumë. Kam patur shtretër, 4 maternitet, 4 pediatrik, 4 patologji, kam patur një skopi imazheri dhe një laborator klinik. Fillova punë në Frashër për 3 vjet, pastaj vjen njoftimi nga drejtoria së kohë, që na ka dhënë specializim dhe na ka ngel pediatria. E pranova, gjithsesi unë desha një specializim patjetër, nuk e zgjodha, po ajo ishte për momentin. Me kënaqësi e pranova dhe erdha fillova specializimin 4 vjeçar për pediatri të përgjithshme. Domethënë, ne jemi viti i parë ose i dytë që kishim specializimin 4 vjeçar të pediatrisë të përgjithshme. Mbarova specializimin, bëj një konkurs, pastaj u hap një vend pune në maternitet ku jam sot mjek, shefi shërbimit neonatologjisë në Spitalin Geraldin. U hap një konkurs dhe aty konkurova mes 5-6 mjekëve të tjerë dhe fitova vendin e punës. Që aty pastaj më shpëgule nga Përmeti dhe kam filluar punë që atë kohë dhe sot vazhdoj të jem aty. Sa vite u bën në karrierë? Mbi 20 vjet. Mbi 20 vjet, në të gjitha në nivel të pediatrisë apo përfshirë dhe vetëm pediatri? Vetëm pediatri, 20 vjet. Para pak ditësh me një kolegun tuaj diskutonim diçka rreth profilit tuaj të pediatrisë dhe më thoshte, shiko, domethënë pediatrin e bëj, po neonatolog është shumë e vështirë. Çfarë ka specifike neonatologjia që të punosh me bebat që është kaq e vështirë për një pacient që nuk të thotë çfarë ka, që ti do duhet që ta evidentosh gjatë rrugtimit dhe gjatë kontaktit me të. Shumë e vërtet. Unë kam marruar vetë specializimin pediatrisë dhe kur ka ftuar në neonatologji më duket se këta fëmijë të vegjël, posa lindur këta yje, këta ëngjë nuk merrin frymë. Duhet të merresh me ata, duhet të punosh me ata, duhet të investohesh tek ata që të bëhesh dikush në shërbimin e mjekut neonatolog. Është në specialiteti i pediatrisë, në specialitet si që është kardiopediatria, neuropediatria, me radhë, por edhe ky është në specialitet i pediatrisë, por jo të gjithë mjekët e bëjnë këtë në specialitet, sepse është i vështirë, është ajo fjala që thotë ju që nuk flasim, nuk komunikojmë, sa unë bëj shaka dhe me kolegët e mi, themi jemi si veteriner, domethënë në kuptimin që nuk komunikojmë me njerëz me prindit, jo me bebin. Me bebin e vlerësojmë nga paraqitja klinike në problemet që ka fëmia, në ekzaminim laboratorike, po klinikisht vetëm kryesorja është vetëm klinika e fëmijës. Doktor, le të kalojmë pak tek pjesa e eksperiencës tuaj klinike, tek rastet, tek një karrierë kaq e pasur, për të ditur ndoshta ato raste që ju kanë ngelur në mendje. Së pari do doja të dija ndoshta një rast të vështirë, një rast që ju e kujtoni dhe arrini ta veçoni nga gjithë karriera juaj e gjatë për ta rrëfyer këtu me ne. Raste kemi shumë. Janë të përditshme, janë shumë llojshme, shumë ngjyrshme. Nuk di të këtë veçoj për të
për të thënë më në detaj, po them rastin e parë që unë kam filluar punë aty si mjek neonatolog. Ka qenë një rast, ka qenë periudha e rëmuja më 97-98. Vjen gruaja, lind aty, ndërkohë lë bebi shumë para kohë, prematur, ishte 1200 apo 1300 gram. E la bebin aty dhe iku në shtëpi ajo, ndërkohë që marrë vesh me ata që njihnin, ajo shiste banane te ish Arbëria, sot Ministria e Drejtësisë. Aty çdo ditë ajo shiste banane se më thoshte personeli që e njifte. Unë jam marrë intensivisht me atë fëmijë, ka qenë eksperienca ime e parë. Në atë kohë edhe aparatet nuk i kishim shumë efikase të kohës. Ishim pak si të lodhur, të konsumuar prodhime të vjetra, Babylog quhej ai aparati respiratori. Edhe kështu domethënë me sajesa. Gjithsesi arritëm e bëm atë fëmijë. Arriti u bë mirë, mori peshën 2 kg e gjysmë, qëndroi pak gjatë rreth 2 muaj. Dhe ndërkohë më thot personeli i mesëm që e njifte atë, do të njoftoj mamin vita marë. Shumë mirë tash, vit në e marë. Ka ardhur ajo, e ka marrë bebin, dhe sot mund të jetë 20 vjeç ai si fëmijë, dhe e përshëndes gjithmonë, më njeh e njoh, dhe kam lidhje të vazhdueshme. Sa kohë qëndrojnë zakonisht në respirim të detyruar fëmijët? Varet nga problematika që ka një formë smundjes me hyaline, formë e rëndë, vazhdojnë gjatë. Kemi patur raste që na ka kaluar 1 muaj të ndobuar, 1 muaj e gjysmë. Zgjat, sepse gjithçka varet nga papjekuria, nga imaturiteti që ka fëmia. Sa më i papjekur të jetë, aq më të vështirë kemi problematikën për ta përballuar. Po në një situatë tjetër, doktor, që ndoshta përpjekja ka qenë maksimale, ndoshta është dashur që të ndërveproni edhe me kolegë dhe me të tretë për ta realizuar me sukses e për ta nxjerrë sukses një rast klinik të vështirë. Ne, është e vërtetë, dhe ne në klinikën tonë, puna në grup është çelësi i gjithë suksesit. Ne të gjithë punojmë në grup, të gjithë një mendje, të gjithë unifikojmë mendimet dhe tërkontribuojmë për të bërë më të mirë të rastet, të fëmijët që kanë risk të lartë apo të fëmijët që është në gjendje të rëndë shëndetësore. Puna në grup është çelësi i suksesit e klinika jonë. Të gjithë bashkëpunojmë, të gjithë jemi unik, të gjithë jemi pjesëmarrës, të gjithë jemi aktiv dhe të përgjegjeshëm dhe shumë përkushtuar për rastin. A ka patur në një rast që mund të na i veçoni ku sërish prapë është bërë një punë e madhe dhe ju keni mund ta ndani me ne? Po, bile ka miq tani ata, janë Shijaku, më ka ardhur fëmia i lindur na Durrësi, një fëmijë i vogël. Sot kam marrë dhe juridikun ajo goca, i kam i shtëpi domethënë. Ka ardhur lindur nga Durrësi dhe me një bradikadit të thellë, me apnojë të zgjatura pa frymarrje, kemi dubuar direkt atë fëmijë, janë përkushtuar me të. U lodhëm, por fituam. U stresuam, por u qetësuam. Domethënë të gjitha shkojnë bashkë, si stresi, si lodhja, kanë rezultatin përfundimtar e ka të shkëlqyer. Kemi shkuar jetë fëmijë dhe sot ai fëmijë ka mbaruar thash juridikun dhe është jurist. I ka mik shtëpie. Pjesa e familjarëve në këto momente, sidomos në momentin që dikush vjen te ju doktor, familjarët e lën fëmijën dhe vinë pas një kohe të caktuar ose në mënyrë se si ju komunikoni, si është kjo ndjesia që fëmijën tënd do duhet ta lësh në spital, nuk e ke në kontroll, çfarë thon prindërit në situata të tilla? Ky është një moment i vështirë, por eksperjenca botërore këtë e ka. Fëmia qëndron gjatë, nuk do thotë që të rridhe nëna gjatë. Dikur ka qenë që qëndronte nëna derisa fëmia dilë nga spitali. Ne aplikuam tani momentet e fundit që jemi në rekonstruksion, ku s'kemi shtretës, s'kemi vende për të mbajtur gratë, ku remacionin do ta mbajmë bebin sepse është vendi i përcaktuar dhe do të qëndrojë aty bebi në trajtimin definitiv. Për gratë kanë të vështirë, prindërit kanë të vështirë. Bile më vjen keq për popullatën që s'është tiranëse, marrin hotel, rinë në hotel, dhe vinë te fëmia çdo 3 orë, sjellin qumshin, sepse te fëmijët që kemi në reanimacion, çdo fëmijë ushqehet me qumshin e nënës vet. Kemi bërë një protokoll, një mbajtje të procesit verbal për dorëzimin e qumshit nga nëna dhe për aplikimin e qumshit të nënës vet ke bebi saj. Domo jemi fare korrekt dhe jemi në kushtet të një protokolli të rreptë rigoroz në këtë situatë. Domethënë në çdo rast familjarët janë bashkëpunues, e kuptojnë rëndësinë edhe e pranojnë. Pranimi i vështirë, i fillimit është i vështirë. Ku do i ke unë, ku dalë fëmijën, unë ku si që. Por
këto kushte kemi. Sigurisht. Edhe do i përshtatet, gjithmonë atyre u kemi lënë hyrje pa kufi, pa orar. Pavarësisht se kemi vënë një orar në 3, 6, 9, 12 që vinë nënat, që bëjnë edhe në gji fëmijin, domethënë kur ai arrin të shpëtohet, kalojë nga situatat e rrëdha të vështira klinike, kur e kalon në gji, do thotë që nëna vjesht 3 ore me në gji bebin e vet. Doktor, po në rast se kemi pacientë të cilët vinë nga një vend tjetër, për shembull një urgjencë e cila mund vi nga Kosova, një urgjencë që mund vi nga Maqedonia, ku prindit mund të kenë njohje në kapacitetet tuaja, në aftësitë profesionale dhe kanë besim dhe duan që ta sjellin këtu një rast të vështirë. Si funksiononin këto raste? Po, na kanë ardhur, kemi patur 2 raste, një nga Kosova, bebi ka qenë në gjendje të rëndë, ka ardhur intubuar me ambulancë nga Prishtina. E kemi pranuar, i kemi bërë gjitha shërbime dhe bebi ka dalë i shëndosh. Është sot në Prishtinë, janë miqtë e mi, kam lidhje dhe me ata. I pranojmë. Rasti tjetër, para 2 vjetëve, ka ardhur nga Zvicra, një shqiptare që ka lindur në Zvicër, edhe këta e ka miq. Juj se quhen edhe Juj Smuç ata, nëse më dëgjon ta e përshëndes. Në gjendje të rëndë, kaloi goxha perpesi, bebi ky fëmijë ka qëndruar gati 1 muaj gjysmë në aparat. Dhe sigurisht që ndihmesa dhe çdo gjë që gjithçka ju bën në mënyrë perfekte, me personalizëm, me përkushtim, me dashuri, me dhimbje. Bashkë me shqiptin kemi kaluar situata dhe të vështira, sepse bebi na rëndoi, na bënte atë pikadën klinike dhe e shpëtuam si përfundim dhe unë kam ikë akoma e vizitoj edhe sot atë fëmijë. A ka patur në një rast, doktor, ku edhe pse puna është bërë maksimale, por nuk ja keni dalë ta fitoni betejën edhe ndoshta diçka mund ta sillni në mendje në këtë podcast që të kemi mundësi dhe edhe për ta shpërndarë si eksperiencë me ata që na dëgjojnë. Kemi patur raste, sepse puna jonë është e tillë, sa e bukur, sa e mirë, shumë e lodhshme, shumë e stresuar, por në fund ku përfiton në jetë është shumë e lumtur dhe shumë e relaksuese, të shloth. Do veçoja 2 raste në kohën e pandemisë COVID-19. Nuk pyeti, i kapi gjithë shtresët dhe popullatës, ndërkohë kapi dhe grasht atë zanë. Edhe si tani më jam bërë që e kam shumë dhimbje dhe po e tregoj me shumë dhimbje këtë. Një rast ka qenë në Peshkopia dhe rasti tjetër ka qenë te Pelena. Nuse të reja, fëmia i parë shtazëni e parë. Të shtruar infektiv dhe për efekte të terapisë me COVID-19 që kundërindikoheshin në terapia e duhet ndërprerë bara. Në këto situata ne kemi vajtur te kirurgjia e përgjithshme, kur sot kemi marrë bebin për operacion lidhje me seksin. Po. Kemi marrë bebin, bebi është intubuar që në atë sallë, sepse ka qenë prematur, ka qenë 28 javësh. Një 200, një 300 tjetri. Po këto qëlluan, domethënë, brenda javës 2 rastet. E kam qenë vetë atje që kam vajtur, kam marrë bebin. Të intubuar, me terapit, sipas protokolleve që bëjmë ne, arritëm i shpëtuam këta fëmijë. Dhe të 2 këto nuset, që kjo është e trisht, shkuan në Turqi për të trajtuar për Covid dhe fatkeqësisht të 2 kanë humbur jetën atje. Kjo ishte gjëja që mua më ka ngelur si. Po fëmijët doktor? Fëmijët pastaj i ka marrë, baba i ka marrë. Gjithçka mirë. Me ato të Pelenës kam lidhje akoma, kurse me ato të Dibrës, na bulqizën, se ishte, jo, nuk kam komunikim, por që fëmia është mirë. Më thënë është sprovë e madhe, në fakt Covidi ka qenë një sprovë për të gjithë. Ai na ul në sprovë të jashtëzakonshme, sepse ne aty në moment mbas kur u thye si emergjencë, ne hapëm edhe repartin tonë në spitalin Mbretëresha Galdin, ne hapëm sallat ku operoshin gratë me Covid, ne kishim të dedikuara vetëm për ato. Dhe fëmijët një sallë tjetër që rinin po aty kanë nëna. Nëse fëmia do kishte probleme, që do kishte nevojë për respiratore kështu, e kishim një boks të veçantë që do merreshim me atë fëmijën e kësaj nëne. Doktor, t'ju pyes, çfarë ndodh në rastet kur shpeshherë na pyesin në fakt qytetarët, çfarë ndodh në rastet kur ju keni 3 poste kapacitet mundësi për të pritur beba në këtë situatë, ndërkohë të vinë 4 ose të vinë 5 ose të vinë 6 urgjenca, të cilat nuk i ke në kontroll dhe janë mbi numrin normal që ti mund t'u japësh shërbim. Si e menaxhoni ju sot si shefi i kësaj klinike për që të jepni shërbim çdo bebi që ka një situatë vështirë prematuriteti? Unë gjithmonë e mbaj një aparat rezervë
sido që t'jetë ai, po që e kam një rezervë, por gjithsesi në momentet kur ai nuk funksionon, bisedoj me maternitetin tjetër, bëjmë transferimin e bebit ke shërbimi i përkatës për të mos humbur shërbimin ky fëmijë. Jemi marrë vesh, gjithçka kemi kaluar mirë, nuk kemi ceduar në këtë komunikim edhe në këtë marrëveshje me kolegët tanë të spitali të Koçoklozheni apo në përreth, se kalon të situatë. Pra në çdo rast askush nuk ngjelet pa shërbim, absolutisht. Gjithmonë i gjendet një zgjidhje. Biles tani kjo periudhë ka qenë një periudhë shumë e ngarkuar për ne, se prematuriteti ka tendencë rritje në botë, po ne jemi në ato shifra ku kemi qenë të 7-8%, domethënë 900 gra 7-8 i kemi prematur. Të niveleve të ndryshme. Prematur të thellë 28 javë, 28-34 që quhet prematur, pas 34-37 quhet prematur i vonë, që ka problematik më të pak sepse maturitetin e ka më të mirë si fëmijë. Kemi qenë jashtëzakonisht ngarkuar me këtë periudhë. Biles javën që kaloi, një nga Durrësi, kishte një asfiksi, një bebë asfiktike atje në Durrës, me shumë probleme, konvulsione, me kështu. Unë kam bërë konsultat aty fëmijë, por nuk mund ta merr do sepse kam patur 7 respirator kam unë në insinë time terapisë invasive. Nuk mund ta merr sepse i kisha të tindubuar. U gjet shkarku. E kaluam te Ygea, duke folur me ata të Ygesës, bebi kaloi atje te spitali Ygea, te spitali privat. Prash një shkarko dhe shërbimi privat në spitale private. Në çdo rast e rëndësishme është që fëmijët nuk ngelin pa asnjë fëmijë nuk mund të ngelet pa shërbim. Por me situatën që po shohim dhe me këtë linçmëri me risk, sepse janë shtuar shumë gravidancat me fekondim in vitro. Implantojnë gjithmonë 2-3 vezë, po në jo që llojnë që mbahen 2 vezë, lindin binjak. Po këta nuk arrin që të kalojnë dhe në term. Nuk arrin dhe në ditët e vetë 37 javë lartë. Kështu që lindin para kohe. Po një çift gemelazhe që kishim ne tani, ishin shumë prematur ata. Ata ishin 24 javësh. Domethënë që mund të quajë edhe aborte, megjithatë ne arritu të mbanim në jetë për 15 ditë. Pastaj që duam, ishte një dhimbje për ne. Nuk mundim të shtonim asnjërin nga ato. Ka një stigmë që qarkullon në fakt mes nënave dhe mes pacientëve, që në rast se një fëmijë është prematur ka shanse të larta që të ketë probleme, komplikacione gjatë jetës. Unë në fakt, duke që mos qenë një fushës, gjithmonë kam dëshirë që profesionistët që merren me këtë pjesë ta thonë atë fjalinë e tyre siç duhet. A ka rrezikshmëri në momentin që çdo gjë shkon siç duhet, kur fëmia del nga emergjenca, ndërton një jetë normale, rritet normalisht, apo është thjesht një gjë më shumë e trashëguar në stigmë mes qytetarëve? Shumica e linjave prematur kanë riskun e vet, kanë problematikën e vet, edhe janë fëmijë të paformuar, të papjekur, të pamaturuar, pa funksione jetike multiorganore. Çka do thotë? Ne do ndihmojmë problemin pulmonar. Aplikojmë sulfaktantin pulmonar, është medikamenti që bën rrit performancën e mushkrisë, dhe duke mbajtur në aparat në frymarrje të drejtuar. Në momentin që fëmia na jep shpresë, ka frymarrjet e veta, ka maturitet pulmonare, ka dhënë efekti ky sulfaktanti, ne arrijmë të ndryshojmë regjimin. Nga regjimi ventilluar me 100% mekanik, e kalojmë në një ventilim suport për të aktivizuar dhe për të gjallëruar fëmijën. Fundi i këtyre fëmijëve ka dhe probleme. Shpesh kemi retinopatinë e pretermit, shkolitje e retinës, ose zhvillimi pa kontrolluar i emrit të gjakur që bën shkolitjen e retinës. Na dalin fëmijë me probleme në shikim. Tani kemi vënë në vije, kemi rregulluar këtë punë me konsultë me mjekun e retinës, dhe për fat keq Shqipëria nuk ka mjek retinë, po falenderoj një doktoresh Alketën që është holistika, është pa lodhur, përkushtuar, e kemi heroin pjesë grupit ton, vjen dhe bëjnë depistimin e çdo prematuri që lind. Dhe kur fëmia na del sepse ka stadit parë, stadit dytë apo stadit tretë, stadit katërt, i rekomandojmë tek doktor Tanea, është një mjek, ka një klinikë private dhe zgjidhen në mënyrë private. Po që kjo duhet rregulluar nga shteti dhe duhet
Është domosdoshmëri, Shumë domosdoshmëri. Kjo është ju rregullon jetën. Kjo, po. Ul invaliditetin. Është një gjë emergjente që duhet zgjidhur. Doktor, je gjendur ndonjëherë në situata të vështira që të ka, le të themi, të ka mundur psikologjikisht edhe ke dashur të bësh një dy hapa pas, duke thënë ok, jam lodhur, kam dhënë një jetë kontribut, kjo është tepër dhe do të rriqem. Psikologjikisht nuk jam lodhur kur. Me kurajo, me forcë, me përpjekje, me luftë. Më mjaftojnë vetëm një pushim 15 ditor në verë dhe një 15 ditor në dimër dhe jam gjithmonë aktiv dhe ecë. Përpara, nuk ka pas asnjë. Absolutisht jo. Okay. Nuk kam patur ndonjë. Është mision në fakt, të merresh me fëmijë dhe vegjël është mision. Po dorëzove para misionit është fundi pastaj mos. Sigurisht. Në fakt puna që bëni ju me fëmijët është shumë e madhe. Unë do doja të dija çka ka ndonjë diçka që është le të themi kufite qesharakes që shpeshherë ti e bën një fëmijë për vete, që fëmia të vijë dhe mos ta ketë frikën edhe kur rritet pak, pra del nga niveli i neonatologjisë dhe do që të vite ty si mjek ta ndjekësh. Si komunikoni me këta fëmijë të vegjël gjithmonë janë të pabindur. Fëmia në tërësi është i pabindur. Ka fëmijë që reagojnë keq ndaj vizitave te mjeku, por do ta zbutësh që në fillim. Jo direkt stetoskopin edhe idhu në ovesiv për të bërë vizitë te fëmia apo te. Do t'ai si neve, do ta marrësh me të mirë, do të zbutet, do miqësohet. Unë marr në krah, ai më afrohet vetë, miqësohemi ato pastaj bëj vizitën dhe jam i qetë në vizitën që kryej. Ka fëmijë që janë të pabindur, janë të egër domethënë në momentin e vizitës dhe këtu do të ndikojnë çik familja te fëmijët. Duhet po themi ti përshtasje ose ti përgatit në mënyrë graduale, jo merre futa ti përdore. Kam ja 2 fëmijë tash që më vinë te klinika. Qajnë që jashtë, sa shikojnë derën, janë akoma kështu të tillë, sa kanë dhënë familjarëve që rregullojnë, zbutini vetë ju këto punë. Doktor, një pyetje tjetër. Shpeshherë sigurisht dyert e spitaleve janë vendi ku shumë individ kërkojnë Zotin, i luten, situata të vështira etj. Keni pas një situatë që në fakt ka ndodhur tamam mrekullia. Pra ju nuk e keni pritur që të ndodhte kjo gjë, edhe që jeni dorëzuar dhe keni thënë ok, kjo është punë e Zotit, nuk është punë e askujt tjetër. Kemi patur raste të vështira ku kemi bërë gjithçka që mundemi, dhe tani flas me familjarë i themi që Zoti para, ne punën tonë tash kemi kryer, do kryejmë, do vazhdojmë nuk të rriqemi, por kemi edhe pjesën e Zotit. Unë jam çik besimtar në këto ortodoks dhe i them Zotit. Edhe shoh që edhe shumica e popullatës e kanë edhe këtë besimin ke Zoti. Dhe kështu bashkë me prindit komunikim se puna jon doktor është një trinom. Mjek, prindër, fëmijë. Fëmia nuk na flet. Fëmia është i smur. Na prezanton vetëm klinikën e vet. Me vështirësi frymëmarrje, me desaturime, me bradikardi, me hemorragji, me konvulsione. Kemi prindit një pjesë e trinomit dhe jemi ne si mjek. Domethënë do gjejmë gjuna për fëmia, na jep shenjat, me prind do flasim dhe ne duhet punojmë. Një ekuilibër i mirë në këtë trinom ne jemi tani faqe. Okej. Shkon faqe. Le të ndrojmë pak kaerin bisedës, le të flasim pak për ju, le të flasim pak për shoqërinë tonë, për ambientin që na rrethon e gjitha merat. Çfarë të trishton më shumë ti në realitetin tonë? Çfarë është ajo gjë që sa herë që e mendon në realitetin e përditshmërisë tonë, le të themi, çfarë të trishton më shumë ti? Më trishton braktisja e vendit nga rinia. Më shqetëson kjo fakt sepse kjo pasqyrohet edhe në uljen e numrit të lindjeve. Kur kam filluar unë në maternitet kemi patur mbi 7.000 lindje në vit. Tani kemi ardhur te 4.000 lindje. Mosha produktive të rinjt kanë emigruar, po lindin jashtë. Ktu po lindin vetëm këto shtersa që kanë ngelur, që s'kan mundësi të ikin ose që kanë ikur janë kthyer. Po kaq, po ka rënë nga është përgjysmuar numri i lindjeve. Kur kam filluar unë punën deri sot, gjysmë për gjysmë numri i lindjeve. Më vjen keq, po braktiset ky vend. Është e trisht. Absolut. Edhe nuk e di në fakt në këtë drejtim çfarë mendimi keni për
kolegët tanë që janë më të rinj, mjekët e sapo diplomuar, që infermierët e sapo diplomuar, profesionistë e rinj që menjëherë kanë një synim domethënë për të larguar nga vendi. Cili është opinioni që keni për ta? Unë këtu do ndaja do t'jap një mesazh edhe kolegëve të rinj. Le të arsimojnë ku të duan, le të specializohen ku të duan, po të vinë të kontribuojnë në vendin e tyre. Të vinë të punojnë këtu. Ky vend ka nevojë. Ky vend po ikurin janë nuk do ngelemi këtu. Kudo që të vinë, specializohen, të studiojnë, të aftësohen dhe të vinë dhe të japin kontribut në vendin e tyre. Kjo është një amanet dhe një porosi do t'ja lë të rinjve domon të moshës së ri. Kurse te studentët, te gjimnazistët do të thosha, gjithë mjekët e ekselencës duhet ta kthejnë kokën te mjekësia, ta kërkojnë mjekësinë. Absolut. Te mjekët do të thosha merren në pediatrinë. Merren në pediatrinë. Unë nuk thash në fillim e bisedës që më ngeci ose më dhan. Por edhe sot po të kthejmë në atë kohë, do merja pediatri dhe neurologjin. Nuk do të merja specialitet tjetër. Nuk është zgjedhje e dur praktikisht. Është zgjedhje e dur dhe nuk ka më mirë se të jesh mjek pediatër neurolog, nuk ka më bukur më. Doktor, cili është raporti që keni me telefonin? Sa e keni të lehtë të ekuilibroni? Ne dimë që pacientët, sidomos në raste kur ke të bësh me fëmijë të vegjël, mjekun e kanë on call gjithkohës. Sidomos në rastet e temperaturave, në rastet ose një situatë që është e papritur në një fëmijë që e ke në intubim etj. etj. Telefoni im nuk mbyllet. Është pjesë është shoku im i ngushtë, sepse ai më marr lidhje me të gjithë pacientët dhe me të gjithë allergjinë që ka non stop. Nëse do të kontrolloj numrin e telefonit, mund të kem mbi 1000 numra pacientësh të regjistruar që më marrin telefon, zgjidhen. Jo vetëm Tiranë, po edhe në përreth. Sepse lindat duke ne, vishullat aty ikën në rreth ai dhe përsëri aty me mua e ka lidhjen domun kuptimin që do zgjidhje, është para vaksinave, ka temperaturë fëmia, telefoni është nuk më ka mërzitur, më lodh, por jo se më mërzit. Dhe porosia ja ka dhënë pacientëve që më shkruani, sepse në një moment kur unë jam i lirë, sepse unë jam sa të operacionit, kam një rast rënd, po merrem me të, nuk përgjigjem dot. Ju them që më shkruani se direkt momentin sa të lirojmë ju kthe përgjigje. Po, cila është telefonata e parë që bëni kur jeni ngarkuar psikologjikisht? Keni një ditë vështirë, keni një moment vështirë, një rast vështirë? Cila është telefonata e parë që ju shkarkoni emocionet në telefon? Tepër e mbaj për vete se sa e nxjerr atë. E vuan pak familja, cilët pak familje, stresi, lodhja, pagjumësia, përcillet në një farë mënyre. Pa dashje, po e ndikonte familja, por kështu jo, nuk jam të reqë. Arrin ta ekuilibrosh, domethënë kohën e familjes, kohën e punës, gjitha me radhë? Më shumë te puna, por kur në bë nuk e harroj familjen. Më shumë për punën, por familja është... Sot ka një tendencë në fakt që shpeshherë vëmëret e të rinj që kanë edhe një përveç se synimet të karrierës sigurisht, po gjithmonë më pak e kthejnë syt nga familja, nga kujdesi që duhet të kenë për prindërit, për moshat, për investimin e kontributin që kanë marrë dhe janë rritur në familje e tyre. Si e gjykoni ju këtë gjë të rinj tanë? Ka një ndryshim në kursin e tyre që ndonjëherë është problematik? Ka, por duhet edukuar se duke mëshuar drejt që më shumë që të fëmijët të jenë pjesë e familjes dhe të mos dalin nga familja. Nëse ka prishet rrugtimi njerëzor apo familjar, diçka mund ta ndodhë. Kështu që të brezi i ri duhet të jetë më shumë i prirur për familjen. Doktor, ty pyes, në raport me prindërit tuaj, ne gjithmonë marrim mesazhe dhe i mbartim ndër vite nga prindërit tanë. A ka ndonjë mesazh të bukur që keni mbartur nga nëna ose babai juaj që doni ta ndani me ne? Nga babai, gjithmonë kur u bëra mjek, urime ka thënë, por nuk dua të thuash jo. Këtë e ke nga unë, mos thuaj jo rastet kur të kërkon ndihmë. Do jesh i papërtuar dhe edhe më ka ngel në vesh kjo fjale. Kurse nëna ishte çik më kështu ajo. Se më shikonte duke folur, duke u marrë shumë me telefonin, me pacientë, me kështu.
Më thotë mua mor djalë, po s'po shok e fare. Thash unë, nëna, i kam miq, i kam shok, i kam kështu. E të duam për interese, je mjek pa, jo se e të duam vërtet. Është kundërta e kundra e babës. Kurse baba ishte vërtet kështu, një mesazh nuk të merr kot. Të merr se ka një hall. Ka një hall. Halli dhe azit është ti, sepse je mjek. E në raport me pacientët, në një mesazh të bukur që mban mend nga familjarët e një fëmije që ti i ke shpëtuar dhe i ke dhënë jetë. I kam miq të tërë, ulem pi kafe me të gjithë më urojnë, të gjithë më inkurajojnë. Çdo mirësjellje dhe çdo respekt i tyre më inkurajon për të bërë gjithmonë më të mirë ose për të mbajtur këtë nivel që kam. Në rast se dikush do të të marrë sot në telefon, tani në fakt jemi në fund është përmbyllur edhe procesi politik. Por në rast se dikush do të të merrte një moment dhe të thoshte, shiko doktor, ne duam të lësh karrierën si mjek edhe duam të merresh me një karrierë si politikan. A do merre një vendimarrje të tillë në jetën tuaj? Kurdo që të jetë, kurdo që të më thotë këtë jo, edhe jo. Absolutisht jo. Nuk e ndroj kur mjekësinë me politikën. Si e shikon sot vendimarrjen? A ka diçka që mund të bëhet më tepër për mjekësinë tonë sot? Shumë më shumë. Pres që të bësh shumë më shumë. Ne kemi ecur, domethënë mjekësia ku ka qenë, ku kam filluar unë. Si kemi ecur, kemi evoluar, deri në stadin sotëm ka shumë përparim. Ka ecur në mënyrë galopante, jemi mirë, por jo atje ku duhet, kemi akoma nevojë. Politika duhet t'i kthejë më shumë vëmendje dhe syrin nga shërbimet mjekësore, sidomos në sektorin ku unë jam të pusha neontologjist. Është një shërbim i shtrenjtë, i kushtueshëm, por shumë i dobishëm. Kështu që politikbërja ka lidhje shumë me shëndetësinë, por duhet na besojë dhe të na shikojnë në sy se ku është e vërteta, ku qëndron gjëja e shërbimit në shëndetësi. Mua në fakt më bëri shumë përshtypje kjo pjesa e lindshmërisë, është një gjë që pak flasin. Domethënë të kalosh nga ato shifra të lindjes në këto shifra që ne jemi sot, për mua është një alarm. Është një alarm sepse është tamam vitaliteti i shoqërisë që mungon. Unë flas me fakte. Jo kur kam filluar unë punë, por kur jam bërë unë shef aty, e kam pas me 7200 lindje në vit. Kurse tani e kam me 4000 me 5000. Një rënje goxha drastike konsiderueshme. A reflektohet kjo njësoj domethënë në tregun jo publik, pjesën e privatit apo ka të njëjtën standard? Është një njëjtë standard. Edhe në çdo lloj materniteti ka rënje të lindshmërisë. Doktor, do doja një tjetër pyetje që kam gjithmonë dëshirë t'ia bëj kolegëve, e mbyllni karrierën tuaj nesër. Si do doje që të mbahesh mend në gjithë rrugtimin tënd profesional nga njerëzit që u ke kontribuar, i ke shërbyer kaq viteve? Do t'i ke miq, do t'i më miq, do të shërbej për çdo hall, çdo problem që ata do kenë. Si do doje që të mbahesh mend për tyre? Si doktori që duke mos u munguar në raport të përgjigje dhe në korrektesë me ata njerëz. Dhe si e imagjinon atë momenti kur do shkëputesh nga spitali dhe do jetë dita e fundit e punës në institucion publik ku ke dhënë jetën? E mendoj të vështirë, po që biologjia kjo është, ka një fillim, ka dhe një finish. Ka dhe një finish. Kështu që do pranojmë atë, s'kemi çfarë bëjmë. Por duke imagjinuar sot, mendoj se do kemë të vështirë. Domethënë duke qenë i përkushtuar, shumë aktiv, shumë i gjendur e kështu, e të vish ta varësh këpucën në gosht, është do vazhdojmë të merrim. Kemi shëndetin edhe pavarësisht moshës, po të kemi shëndet, do vazhdojmë. Mjeku është mjek deri në momentin e fundit. Sigurisht. Përpara sa përmbylli, mund të doja një mesazh drejtuar të rinjve të vendit tonë, një mesazh të lëmë për jush në fund të këtij emisioni, që ti tamam një le të themi të ngjisi për ta, qoftë në raport me profesionin, por qoftë në tërësi për jetën e tyre. E thash pak, e përmenda pak në fillim. Të studiojnë, të formohen kudo që kanë mundësi. Edhe shkollimet jashtë janë shumë të mira. Edhe specializioni jashtë është shumë e mirë. Por kontributin në punë duhet ta japin në vendin e tyre. Gjimnazistëve ekselent do të thosha të marrin mjekësinë. Të marrin mjekësinë sepse mjekësia ky popull
ky kom e do të shëndetshme jetën. Dhe shëndetin e popullatës varet dhe nga shërbimi shëndetësor. Kështu që gjithçka le të vënë të shkollojnë ku munden, por kontributet duhet t'japin në vendin e tyre. Unë për shembull fëmijët e mi, asnjë fëmijë nuk kanë çuar as shkollim jashtë dhe as migrim jashtë, po punojnë në vendin tonë. Unë kam pas inat i emigrimin, nuk e kam pas qef emigrimin. Doktor, dhe në raport me çiftet e reja, me ata që do të bëhen prindër rishtazi, cili është mesazhi juaj në raport me ta? Të mos e marrin me frikë, sepse ka çifte që ngurojnë, mos e marrin me frikë. Riprodhimi është njerëzi. Riprodhimi është rigjenerimi i popullatës dhe i vendit, i shoqërisë. Së dyti do të thosha të lexojnë çik më tepër në anën e formimit të kulturës shëndetësore. Tani është e lirë, futu në Google, lundron, gjen të gjitha si të duash të futen, të lexojnë dhe të rritin nivelin kulturor të popullatës, sepse në vende, me raste të veçanta, është për të dëshiruar niveli kulturor shëndetësor në popullat, sepse prekin për ditë këtë me, kështu që pres një ngritje të nivelit. Mua më vjen mirë kur komunikoj, kur flas me çifte që futen në internet dhe vinë debatojnë me mua ose kërkojmë bashkëbisedojmë kur ata kanë lexuar për problemin e fëmijës tyre. Duat që t'i kenë të gjithë prindit këtë informacione dur dhe të kërkojnë shpjegim. Sintezën e bëjt gabuar. Edhe një inxhinier apo një jurist apo ekonomist që më vinë dhe debatojnë, konsultojmë i bashkë, lexon gjithçka, ka bagazhin teorik, por sintezën, përfundimin e bën gabuar se e kalon direkt në ekstremin të smundjes së fëmia i vet. Sigurisht, kjo është pastaj pjesa profesionale. Pjesë profesionale, këtë nuk e bën dot ai, por mua vjen mirë kur përballem me këto çifte që lexojnë, kërkojnë, deri këtu stopjet, jemi bashkë, okay. Përfundimi është ky. Për mua është kjo, jo kjo që mendon ti, por prindi gjithmonë mendon tek ekstremi e keq. Doktor, të falenderoj shumë për bisedën e këndshme. Profili juaj sigurisht është gjithmonë në shërbim të pacientëve, se mos pacientëve të vegjël që ju bëni një punë shumë të madhe dhe unë ju njoh personalisht dhe e di që kontributi juaj, ndihmesa juaj është gjithmonë e vazhdueshme për ta. Të falenderoj që ishe pjesë e podcastit sot me ne. Dhe unë ju falenderoj përzemërsisht, ishte kënaqësi. Falem sa mundëm. Inshallah kemi dhe më të mirë. Faleminderit. Gjithë mirë. Duke ju falenderuar të gjithëve për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkur në orën 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.